Mirëmëngjes të nderuar dëgjues të portalit Index.ali. Po japim shtypin e përditshëm për datën e sotme, 12 korrik 2014. Gazeta Panorama hapet me kryartikullin Pas grushtave, incidenti në parlament, dënohen 3 deputetët. Byroja pezullon me 73 ditë ndokën e Ndreun, vërejtje Strazmirit, Basha, krimi ka pushtuar politikën, duan realitet oriental sirian. Rike Big Brother, Panorama Plus, fotot me bikini të Rike së Big Brother në Ibiza. Gjuli arditi më trafton me Katerinën. Armina me Vlani rrëfe lidhjen me Shkëlzem Berishën. Arsyeja pse e mbanin të fshet. Abuzim me fondet. Dekani Bajram Hysa, rektori pezullon dekanin e mjekësisë, reagon Hysa. Urdhri i Tahirit, inspektimi natën, 8 policë në gjumë dhe të dehur. Mungon Naço në KLD, dështon procedimi 3 hyrtarëve. Letra Gjonkerit, SBA pa ambasadore dhe në Shqipëri. Opinion, ka vërdisje në front të gjerë me dhjamin e Gates nga Preçzokaj. Mbi çmimin e paras ose sjelljen e normës së interesit nga doktor Selamin Xhepa. Gazeta angleze The Guardian, Tirana po shton pemët dhe biçikletat. Këto dhe të tjera artikuj do të lexonin më gjerësisht në gazetën Panorama. Vijojmë me gazetën Shekulli. Nishani përdos shqiponjën, deformon simbolet. Besa Kokdhima, jo vetëm një, por 2 projekte për këtë verë. Maqedoni, protest masive e shqiptarëve, Tirana vërejtje Shkupit. Këngëtaret, 14 vjeç dhëndër, jo 16 vjeçare të famshme. Pronat, sistem digjital për të eliminuar mbivendosjet. Zbulohet skenari i PD-s për bojkot të zgjedhjeve. Reagimi, Spartak Brau, KLD-ja sek fuqistësh të rrezikshëm për drejtësinë. Historia, përndikte të martuarën 18 vjet më të re se vetëm, pranga 46 vjeçarit. Kërcënon gruan me jetë, kalimtarët shpëtojnë fëmijën nga prindi. Letra e sotme, nga Saba Lama, të flasin për vlerësimin e mësuesit. Opinion nga Gani Elezi, protestat dhe mosmarrveshja e Ohrit. Këto dhe të tjera artikuj do të lexoni në gazetën Shekulli. Vijojmë me gazetën e radhës Telegraf. Skandali, përjashtohen nga tatimet lojrat e fatit. Prezantohet ligjëri për TVSH-n, pushtetarët e rinj për interesa klienteliste. Riklasifikojnë subjektet, cilat përjashtohen dhe sa do të jenë fatura për çdo biznes, për provat dhe kategoritë e tjera të pasurive. Revolta e Spaçit, një histori e paimagjinueshme. Ishi dënuari politik Gëzim Çela, miniera e Spaçit ngjante një koloseu natyral. Listat e operativit poshtërimi nga Feçor Sheu dhe si u fut në qiell kitara e Vaçe Zelës. Gjua shqipe në universitet. Shezai Rokaj, dekan, futja e shqipes, domosdoshmëri, Petrit Malaj, rektor, artet në pararoj ne kemi futur. Altin Shegani, dekan, jemi vonë të futet sa më parë. Masakrohet identiteti kombëtar. Kreu i Akademisë së Shkencave Mjuzafer Kokurti, dhunimi i Parkut Kombëtar Apollonia, rasti pa precedent. Shteti të ndërhyj urgjent, shkaktarët të përgjigjen. Dhuna në kuvend, Gëzim Tushi deputetët si gladiator, po degradojnë figurën e parlamentit. Ndarja administrative, Këshilli Bashkiak i Sarandës, vendimi, jo bashkimi të Lukovës me Himarën. Situata në Ballkan. Zyrtari amerikane Nuland nis turin, sot në Tiranë, nesër në Kosovë e Serbi, më pas në Shkup. Këto ishin disa nga artikujt kryesor të gazetës Telegraf. Vijojmë me gazetën e radhës Sot. Gazeta Sot hapet me kryartikullin Spartak Braho, Lviz Çefa vodhi 10 milion metër katror, tokë në Durrës. Antarët e KLD-s të japin urgjentisht dorëheqjen. PD kërcënon me grushteti si në 14 shtator. Paloka bën paralelizëm me vrasjen e Azem Hajdarit.
konflikte të rrezikshme. Rau Strazmirin, byroja përjashton 7 ditë Arben Dokën nga parlamenti, 3 ditë Pierin Dreun, vërejtje për deputetin e PD-s. Presidenti i Republikës përçunon simbolet kombëtare, i heq pendët shqiponjës dhe ndryshon pozicionin e përkrenales. Opinion nga profesor doktor Hulsi Hako, orvajtje intelektualiste për të nxjerrë vijam nga pleshti. Gazmend Leka, e vërteta dhe e pavërteta janë symbolon, kjo është piktura ime. Tension mes Shkupit dhe Tiranës, Bushati thëret ambasadorin e Maqedonisë, paralajmëron Gruevskin. Kryeprokurori Llalla mbyll 200 dosje korrupsioni në tatime dhe dogana, shpëton 569 zyrtar të korruptuar, vetëm një kallëzim në gjykatë. Nishani Qefa bëjnë kërdi në KLD, zhdukin proces verbale dhe dosjet e mbledhjeve. Emërojnë gjyqtar në sheftësi. Këto dhe të tjera artikuj të lexoni në gazetën sot. Vijoj me gazetën Shqip. Lufta për KLD rihap skandalet e pronave. Precedentët Spahiu dhe Muho mund të përdoren për të përligjur shkarkimet. Nuk është lehtë të jesh kuptur. Hakim Mehmeti. Maqedoni, tubi madhështori shqiptarëve, Tirana i përgjigjet për Shkupit. E kam fshatarin tim nga Fatos Baxhaku. Golat e multikulturalizmit nga Arber Zaini. Keri, nuk kemi ambasador në vende strategjike. Përjashtojmë Pierin Dreu dhe Arben Doka. Lulzim Basha u bën thirrje demokratëve për protesta. Grekët i ofrojnë para familjes së Ilia Kareli për të heshtur. Vendimi diskutueshëm për top të padiskutueshëm nga Adrian Beshaj. Ministri i Financave. Cani, shërbimet që përjashtohen nga TVSH-ja. Zbulohet dosja e abuzimeve në fakultetin e mjekësisë. Këto dhe të tjera artikuj do të lexoni gjerësisht në gazetën Shqip. Vijoj me gazetën Panorama Sport. Müller provokon Messin me mua hum gjithë një. Flet Beckenbauer, jap se Gjermania do të shpallet kampione. Pra paskena, ja si përqa Hollanda para Argentinës. Robben dhe Schneider kundër trajnerit kërkuan të mos luante Van Persie. Dirk Kuyt refuzoi të gjuante penalltimi pari. Neymar me slotëve do të bëjë tifo për Argentinën. Analiza e Mourinhos, finalen do ta vendos mes fusha. Di Maria do luajë edhe me një këmbë ndaj Gjermanisë. Finalja e 1990-s, ja çfarë bëjnë sot lyjet e dy ekipeve. Italiani Riccioli do të arbitrojnë finale Gjermania-Argentinë. Pas humbjes zhgënjimi plasin gjobat e flamurtari. Partizani, ofert Elis Bakajt. Sulmuesit gjerman e bllokojmë nëse bezdisin në çdo moment. Sot ndeshja Brazili do fitore nderi kundër Hollandës. Këto dhe të tjera artikuj të lexoni me gjerësisht në gazetën Panorama Sport. Vijoj me gazetën e radhës. Mapo Weekend. 300 ditët e Ilir Metës, rreziqet dhe pikat e forta të mazhorancës PS-LSI. Skepticizmi dhe radikalizmi për reformën në drejtësi. Diana Çuli, sot letërsia është më urbane. Ese, paradokset e mëmësisë. Gocat e vetmuara nga Edison Hypi. Rudolf Marku, komunistët e djeshëm janë islamikët e sotëm. Intervista, drejtori dhe ekonomist ku gabuan, Berlusconi, Putini e Obama. Gazmend Leka, e vërteta dhe e pavërteta pikturës sime. Këto dhe të tjera artikuj do të lexoni në Mapo Weekend. Gazeta Shqiptare hapet me kryartikullin. Këshilltari i Ramës, Gruevski të nxjerr provat. Protestat në Shkup nuk është koha për luftë etnike, flamujt në arabisht nuk u futën nga shërbimet sekrete. Transparencë për dënimet e shqiptarëve. Intervista, Shkëlzen Maliqi, Maqedonia në utfryq, varet nga fqinjet. Gjuli në Big Brother 7, Arditi Muneverit, Katerinës i dash buk. Linda Rama, vizit në maternitet. Ronela Hayati, 3 vite pa të dashur.
Linda Rama duke hyrë në maternitetin Koço Glezheni në Tiranë, Fjolla Marina në Oraj Strefi dhe Gjuli Bimbrave 7. Drejtoresha e lojrave të fatit, Luneda Sufali, merr dhuratë një tortë rulet, bom në diskon e Gjilanit në Hetim Valli Corleone. Manjola në Albani, seksi në klipin e saj të ri. Ami dhe Ermali, pushimet e para me Joelin. Zajmina Vajsari, foto hot në pishin. Historia për ndjek gruan ndosja në gjyq për 46 vjeçarin e martuar. Zgjidhet 1 nga 5 gjuhët e BE-s. Reforma e gjuhë angleze nuk do të jetë me detyrim për masterin. Kuvend, Sherin Doka i PS-s përjashtohet një javë, Pierindreu 3 ditë. Ligjëria cilat biznese do përjashtojnë nga PDSH-ja. Nga Fatmira Nikolli, nëse Gruevski do një Maqedoni stabile, atëherë duhet të bëjmë më shumë përpjekje që problemet në Shkup të zgjidhen me dialog. Eltar Deda, 5.000 lekë gjop ku shtëpi duha në lokal. Reforma apo luftë? Sterile për pushtet nga Arben Braçe. Opinioni ditës nga Dritan Hilan, nga Plava në Stru ku fiq që zihen. Gërmimi shqiptaro-grek në pres iriton minoritetin Maqedonas, Vidhet Floridi. Këto dhe të tjera artikuj do të lexoni më gjerësisht në gazetën shqiptare, vijojmë me gazetën shqiptaria.com. Zbardhen deklarimet, deputetët, nga më të pasurat tek borxhaliet, ja pasuria 18 femrave ligjvënëse, Elmazi fitime të mëdha nga shitja librave, Majlinda Bufi ble Roskovecin, Mehmetaj më e varfra. Satir politike nga Arben Duka, Berisha president nderi me një histori turpi. Koment nga Fadil Letaja, zoti i kujt është lart. Janë ndryshimet që bëhen në ligjin e TVSH-s. Qeveria tërhiqet nga tatimi për makineritë. Shqipëria ime fantastike, pushime me kolonjën e paqes të Fanonit. Genci Kondi, Tiranë. Ministria e Financave është tërhequr nga rikthimi i tatimit mbi vlerën e shtuar për makineritë e pajisjet. Drejtësia. Braho KLD shkërcënim e rrezik për sigurinë kombëtare. Stema e kreut të shtetit e njëjtma të Berishës në 2008. Dosier Amizalia analiza buka në Fushkruj 10% është balt. Auditi. Dëmi ekonomik 55 milion pezullohet dekani mjekësisë. Këto dhe të tjera artikuj do të lexoni gjerësisht në gazetën shqiptaria.com. Gazeta e Intervista hapet me kryartikullin Rita Ora, imazh i Roberto Cavallit. Zajmina më në fund merr diplom. Valza Bajrami, jam gati për çdo gjë. Besi nuk jam prostitut mediatike. Meri, këngëtarja që këndon topless. Anton, jo më në festivale. Karadavi, Orhani qellon Jasanin. Jessica Polo, kur këndoi unë thyen xhamat. 21 aplikacione për të gjallëruar jetën seksuale. 9 raste ku duhet të bësh fiskulturë. Shumë këngëtarë shiten. Nuk do ta haroj. Kura të dashuria, jo më futi në shtëpi, unë e preva në bes. Këto dhe të tjera artikuj do të lexoni në gazetën Intervista. Vijoj me gazetën Panorama. Ardit Çepalia, nuk e kam tradhtuar Xhulin. Lidhja jo nuk funksionoi kur. Katerina Shkëndi, pas ndarjes takohem lirshëm me Arditën Xhuli dhe ishte posesive. Eni Koçi, më pëlqen të provokoj. Alban Ramosaj, vajzat sot duhet të kuptojnë se një lule kamomili është më e bukur se sa një X6. Eni Jani dhe Gensfuga prindër për herë të dytë. Deni, Konçita shqiptar. Aurela Hoxha pozon për Dolce Gabbana. Këto dhe të tjera artikuj do të lexoni gjerësisht në gazetën Panorama, në gazetën Paloma. Pra të nderuar teleshikues, dëgjues, miq të portalit Index.al, ndoqët shtypin e përditshëm dhe Gazeta Paloma mbyll sot weekendin. Ritakojmë sërish javën që vjen. Ishte kënaqësi. Ju dëgjofshim.